Peshqiritia Shkodrani vjen pas një seri aktivitetesh kombëtare dhe ndërkombëtare, ku rezultatet kanë qenë me të vërtetë të larta, sidomos nga dyshja e peshqinitësve të talentuar shkodran, siç janë tashmë mjaft të njohur Sarmi Laxha dhe Antonino Mullisi. Me trajnerin e vllaznisë dhe të ekipit tonë kombëtar Artur Laxha, profesor, një përmbledhje të garëve të fundit. Në radhë parë isha të falenderoj për këtë intervistë, që tashmë ti je pjesë e jonja dhe të gjithë aktiviteteve që ne kemi zhvilluar gjatë këtyre muajve, që është ngërmullime dhe në aktivitete. Vlen të theksojmë që tashmë kemi 2 kampiona kombëtar, Sarmi Laxhën dhe Antonino Mullisin, cilët realizonin objektivat e këtij vitit, ku shpresojmë që të vazhdojmë mëtej në për aktivitetet ndërkombëtare. Në kampionatin U23, Sarmi Laxha thaj edhe 6 rekorde, gjithashtu edhe Antonino thaj 4 rekorde, një sportist tashmë elitar që përgatitet momentalisht për kampionatin botëror. Tashmë momentalisht ne kemi edhe një aktivitet U15, U17 që do zhvillohet në Laç për herë të parë, një risi, ku aty do shohim dhe arritet që kemi pas vitin tjetër si kampion ekip, do mundojmë që ta marrim këtë aktivitet edhe si kampionat të Shqipërisë për herë të dytë me U17. Profesor Laxha thatë do të jeni në Laç. Me sa duket dhe me sa diun është i pari aktivitet kombëtar që zhvillohet në Laç për sportin e peshqinitjes. Po, është i raport që zhvillohet në Laç, ku Federata Shqiptare e Peshqinitjes ka mendu që ta zhvillojnë edhe sportin e peshqinitjes edhe në Laç, kështu që këtë aktivitet do e zhvillojmë në Laç, ku aty do jetë edhe pjesëmarrja e sportistave tonë, një më të mirë të Shqipërisë, Antonino Mullisi, ku ne përgatitemi për kampionatin botëror që zhvillohet në Kolumbi muajin tjetër, ku shpresojmë që të kthehena me medalje në botë. Pra, rrallën vitin tjetër që kaluam dolëm me të 4 në botë, tash mendoj që të kthehena me medalje. Ku zhvillohet botërori i Kolumbisë? Botërori i Kolumbisë zhvillohet më datë 30 qershor deri me 12 korrik, ku ne jemi në përgatitje e sipër që jo vetëm që të kthehena me medalje, por të kthejmë edhe rekordet e Europës. Ndërkohë, pak më herët më tha që në kalendarin e Federatës Shqiptare të Peshqinitjes është edhe një garë, një kupë interesante që i dedikohet një emri të madh të peshqinitjes shkodane dhe asaj shqiptare, Asim Belinova, emri e të cilit mban dhe palestra juaj. Po, për nërë të mjeshtet madh Asim Belinova, ne kemi menduar që të zhvillojmë kupën Asim Belinova në bashkëpunim bashkë me Federatën Shqiptare të Peshqinitjes për nërë ti gigantit sportit peshqinitjes. Një vlerësim e veçantë se i bë këtij mjeshtit madh që vazhdon të jetë aktiv në palestrën tuaj edhe në federatë, por sidomos tek vllaznia. Po, aktualisht unë punoj me të, marr mendime nga profesor Asimi. Domethënë, unë gjatë grumullimeve profesori vazhdon këtu stërvit sportistat njëkohësisht, ashtu siç më ka stërvit mua, vazhdon aktualisht dhe ne vazhdimisht jena në aktivitetet bashkë. Pra, mendojmë bashkë, është një njerëz, ka një jetë në sport, po bën rreth 70 vjet në sport. Është një gjë e veçantë që nga sportist me shumë vite vazhdon edhe aktualisht. Dhe mendojmë që një aktivitet tillë ta zhvillojmë në Shkodër për nërë të sportistit gjigant. Profesor, faleminderit për këto mendime të dhëna. Faleminderit për ju. Sidomos për lajmin e fundit për kupën Asim Belinova që zhvillohet për herë të parë. Po, për herë të parë, është një risi që është një person që i takon që të anërojë në mënyrë tillë.